Pas dy ndeshjeve të javës së 16 të sezonit vjeshtor, të zhvilluara sot në Kavadar mes Tikveshit dhe Struga Trimlum dhe në Gjorgje Petrov mes Makedonia Gjorgje Petrov Vardari. Lideri në rënditjen e tabelës zyrtarisht është kampion vjeshtor me 42 pikë para Struga Trimlum që ka 41 pikë. Në stadiumin e Gjorgje Petrovit, ku u zhvillua ndeshja e fundit e sezonit vjeshtor, Vardari mundi skuadrën vendase 2-1. Të parët në përsi kaluan vendasit në minutën e 53 me golin e Riaskos, por kjo ishte e tëra që mund të bëjnë vendasit pasi Vardari gjithçka përmbysi për vetëm 3 minuta, me 2 gola që realizoi Azer Omeragic në minutën e 62 dhe 66. Vardari sezonin vjeshtor e përfundon me 13 fitore dhe 3 barazime, me 42 pikë të grumbulluara. Fitore të rëndësishme sot shënoi dhe Struga Trimlum në transfertën me ekipin e Tikveshit në Kavadar, me një gol të bukur që e realizoi Mehmet Riza Hamza në pjesën e parë. Me këtë fitore, Struga Trimlum, pjesën vjeshtore të kampionatit e përfundoi me 13 fitore, 2 barazime, 1 disfat, me golavarazhin më të mirë 42-11 dhe me 41 pikë të grumbulluara. Ndeshjet tjera të javës së 16 zhvillohen sipas orarit të paracaktuar.